Shqipëria shkon në finalen e madhe të 17 majit në Eurovision, performanca spektakolare gjatë garës para finale dhe rezultatin e saj në një kalim të këngës Zjarm dhe Shkodrën elektronike në finalen e Eurosong. 10 shtete finaliste të gjysmëfinales së parë të Eurovision 2025 janë Norvegjia, Shqipëria, Suedia, Islanda, Holanda, Polonia, San Marino, Estonia, Portugalia, Ukraina. Nata e parë e Eurovisionit u karakterizua nga energjia dhe emocione mes të cilëve edhe Shqipëria. Zjarm solli një kombinim të simboleve kombëtare dhe koncepti skenik i frymzuar nga legjenda Rozafës, që krijua një moment magjik. Artistët finalistë përfshirë Shqipërinë do të kthehen në skenë në 17 maj për të garuar për trofeun e Eurovision 2025. Menjëherë pas mbarimit të spektaklit dhe votimit, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama me një video postim të performimit të grupit dhe një mesazh në rrjetin social. Zjarm në finalen e 11 dubël. Zjarm në finalen e 17 majit e Eurovision, shndrit, shkruan kryeministri, duke shoqëruar edhe me disa emoji zjarri e qielli me yje, dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti me një postim në rrjetin social shprehu mbështetjen e tij dhe apeloi për shqiptarët që të votoni për këtë këngë. Të dashur vëllezër e motra shqiptar, kudo që jeni, votoni për Shkodrën elektronike. Vazhdo me shndrit, shkruan Kurti. Mediat greke i kanë bërë hon këngës së Shqipërisë në Eurovision, ku në artikull thekson se Shkodra elektronike, dyshja muzikore eksecentrike, performoi këngën Zjarr, duke rëmbyer përshtypjet e shikuesve. Prania në sken kombinoi minimalizmin elektronik me referencë të forta ndaj traditës folklorike shqiptare. Këngëtarja Beatrice Gjërgji doli në skenë e veshur me një version modern të një kostumi tradicional. Krahas saj, producenti Kollaca koordinoi ritmet elektronike që lidheshin në mënyrë të përkryer me motivet ballkanike. Përdorimi i ndriçimit të kuq, intensiv, tymit dhe efekteve dinamike vokale të kombinuara me koreografinë e thjeshtë por të menaxhuar në skenë krijua një përvojë të veçantë që shkëputej nga rutina e zakonshme e Eurovisionit. Publiku në stadiume duar trokiti ngrohtësisht performancën, ndërsa Zjarm u bë shpejt një trend në media sociale.